Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimin të nësi të akumi vetëm Allah subhana, ata e losë dhe ati po gjërohem që të lavdëroj dhe të bekoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhur. Ndua vëllezër dhe motra, cila do përpjekje që është përpjekje e denjë dhe vërtet dhe mirëfillt në përpjekje për të përvetësuar apo për të jesuar një domethënie, për të përvetësuar apo për të jesuar një koncept të saktuar, apo për të bërë një ngjarje domethënëse, do e mos që në piknisje dhe në pikreferimin më kryesor të kësaj përpjekje, do duhet të ishte vëmendja që ka të bëjë me domethënjet më bazike. Në çfarë do lloj rrafshi, në çfarë do lloj teme, në çfarë do lloj situate dhe koncepti që na shoqëron në jetë, kapja më e mirë ka të bëjë kur jemi kapur për bazat. Kapja më e shëndosh është ajo kur piknisja jonë është pikërisht tek themelët, po edhe ndërtimi më i mirëfillt është ai ndërtimi i cili ka bërë dhe ka gjetur strukturën më të mirë të themeleve. Sepse themelët dhe bazat janë ato piknisjet dhe pikreferimet e forcës, e domethënies, e të qenit stabile dhe të qenit të qëndrueshme. E njëjta gjë dhe e njëjta vlerë, e njëjti parim vlen edhe për fenë Allah subhanahu wa taala dhe për fetarinë e robit. Saktësisht edhe feja Allah subhanahu wa taala ka bazat e veta, ka themelet e veta, ka konceptet bazë të cilat duhet të përvetësohen dhe të jetësohen, sikurse edhe fetaria e robit, përpjekja e robit për t'u ofruar Allah subhanahu wa taala, i ka domethënien e saj bazike. Ne vetë se nënvizuam në ligjëratat e mëparshme se cila është ajo domethënia më bazike e fesë Allah subhanahu wa taala, cila është ajo përpjekja më themelore në fenë Allah subhanahu wa taala, si dhe cila është fetaria më e themelt. Saktësisht e nënvizuam që ajo ka të bëjë me me adhurimin Allahu subhanahu wa taala. Saktësisht Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an dhe këtë vërtet e ka bërë për të vërtetave më të qarta të fesë së tij, që në gjinët dhe njerëzit, krijesat i kam krijuar që të më adhurojnë. Arsyeja vetme e ekzistencës së tyre është adhurimi Allahu subhanahu wa taala. Dhe të gjitha përpjekjet e tona dhe çdo përpjekje që ka të bëjë për të përvetësuar dijet fetare ka të bëjë pikërisht për të thellësuar këtë domethënie që jemi krijuar për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala, ashtu sikurse e përmendëm edhe hadithin që e shënoi Buhariu Muslimi prej Muadhit radhiyallahu anhu kur i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam, një herë i që drejtuar Muadhit për ta pyetur që a e di cila është e drejta e Allahut për robërit e tij, do thotë cila është e drejta të cilës i detyrohen robërit kundrejt Zotit fuqiplot, e që ai kishte thënë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e dinë më së miri, e pastaj i kishte thënë se e drejta e Allahut për robërit e tij është që robërit të adhurojnë Allahun dhe të mos i përshkruajnë askë në adhurimin që duhet ta veçojnë vetëm Zotin fuqiplot. E pastaj i kishte thënë, a di cila është e drejta e njerëzve të cilës të drejtë i vetë detyrohet Allahu subhanahu wa taala, ja ka saktuar vetvetes si detyrë, sërish përgjigjja e tij kishte qenë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e dinë më së miri, e dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që përgjigjë që e drejta e robëve të cilës i vetë detyrohet Zoti kundrejt robërve të tij është që të mos i ndëshkojë ata nëse ata e adhurojnë Allahun dhe nëse ata i shmangen adhurimit të gjithkujt tjetër krahas Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse për ne si besimtar, nëse për ne si musliman, për ne si idhtar të fesë së vërtetë, për ne si ndjekës të proklamatës plot dhe të vërtetë të fesë Allahu subhanahu wa taala. Nëse për ne është e qartë që domethënia më themelore dhe më bazike e fesë Allahu subhanahu wa taala është adhurimi Allahu subhanahu wa taala. Atëherë një ashtu është pyetje shumë themelore, pyetje shumë e rëndësishme, pyetje e pashmangshme, si të adhurohet Allahu subhanahu wa taala, si t'i kushtojmë adhurimin Allahu subhanahu wa taala, si ta jetësojmë dhe ta konkretizojmë këtë të vërtetë. Për këtë arsye këtë duhet të nënvizojmë në fakt që shpesh njerëzit përputhen mes vete në domethënie të përgjithshme, po pastaj janë të paqartë dhe të papërcaktuar në atë që e përcakton më në hollësi dhe më drejt për drejt një të vërtetë. Shpesh njerëzit mund ta pohojnë faktin që duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, duhet t'i kushtojmë adhurimin Zotit e kështu me radhë, mirë po ndoshta si fjali nuk konkretizohet pikërisht me atë që e pohon Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, pyetja themelore e kësaj ligjërate është pikërisht kjo. Nëse ne e kuptuam që duhet të adhurohet Allahu subhanahu wa taala, atëherë cila është piknisja dhe pikreferimi kryesor i jetësimit të kësaj të vërtete? Po e vërtetë e kemi vendosur që të adhurojmë Allahun, e vërtetë e kemi vendosur që t'i kthehemi Allahut, e vërtetë është që
e kemi kuptuar se qëllimi i ekzistencës është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Atëherë si të adhurojmë Allahun? A mund ta lëm këtë pyetje në një perimetër të gjerë të mundësisë së përgjigjes secilit i përgjigjet sipas hamendjes, apo a mund ta lëm këtë pyetje për të përgjigjur nëpërmjet renditjes së ëndjeve të njerëzve dhe hamendjeve të tyre, për shembull gjithë secili të rendit përgjigjen se si duhet të adhurohet Allahu subhanahu wa taala sipas kulturave të veta, sipas shijeve të veta e kështu me radhë. Në të vërtetë, ajo që duhet edhe që është e pashmangshme në diskursin fetar është që çdo detaj, mandja dhe renditjen ta bëjmë pikërisht nëpërmjet referimit kuranor dhe atij profetik. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, një hadith të njohur që quhet hadithi Xhibrilit alayhis salam, quhet kësaj shkakut që Xhibrili alayhis salam kishte ardhur dhe e kishte pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për disa pyetje dhe pastaj i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ishte përgjigjur, që ndoshta do të kemi një rast tjetër për ta cituar në tërësi. E rëndësishme pasi që sigurisht e shënon Imam Muslimi për Omerit radhiyallahu anhu, Xhibrili alayhis salam në një formë njeriu teksa ishte ulur përballë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kishte pyetur për Islamin dhe i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë se Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Dhe pastaj, pas besimit, pas dogmës, pas themelit të themeleve, që është njësimi i Allahut subhanahu wa taala dhe pranimi i proklamatës dhe i profecisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam në përgjigje për Islamin. Çka është Islami? Kishte thënë është ta falësh namazin. Kështu që ashtu sikurse i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur që Islami është ta falësh namazin, po e njëjta përgjigje është edhe në këtë pyetje themelore të kësaj ligjërate. Cila është piknisja e adhurimit? Cili është themeli i adhurimit? Cili është, do thotë, ajo pjesa më e pashmangshme ku nis ngjarja e adhurimit? Do thotë, e ke vendosur që t'i kthesh Allahu subhanahu wa taala, e ke vendosur që të bëhesh gati për takimin me të, e ke vendosur që të furnizohesh me zahire për jetën e amshimit. Si mund ta bësh këtë vetëse duke filluar me namazin, që është obligimi më i madh i fesë Allahu subhanahu wa taala. Për arsye, Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, pikërisht për këtë çështje është deklaruar duke thënë që Islami ngrihet mbi 5 shtylla, dhe pasi që e ka përmendur besimin si shtyllë të parë pas besimit e ka përmendur, do thotë e ka përmendur namazin. Dhe kjo ngritje që Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith e përmend, pikërisht ka të bëjë me për të na përquar një domethënie që është shumë jetike në fetari, domethënia e shtyllave. Ashtu sikur se shtyllat e kanë domethënien në një godinë, në një ndërtesë, për t'i dhënë stabilitetin, për t'i dhënë strukturën, për t'i dhënë ndërtimin, për t'i dhënë qëndrueshmërinë dhe për t'i dhënë thjesht emrin e ndërtesës, se në mungesë të saj ndërtesa nuk ekziston, nuk funksionon, nuk mbahet. Ashtu për t'i dhënë, do thotë, fetarisë një koncept që fetaria nuk është hamendi, fetaria nuk është fjalë, fetaria nuk është artikulim i shprehur, do thotë, si bot kuptim thjesht abstrakt, po është, do thotë, një diçka konkrete që ngritet mbi shtyllat. Dhe shtyllën e parë që dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur tek Islami, pikërisht pas besimit, e ka përmendur çështjen e namazit. Ashtu sikur se është edhe në hadithin tjetër të Muadhit radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shtylla e Islamit, shtylla ku mbahet Islami është, do thotë, namazi. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam teksa në këtë hadithin Muadhit e ka përmendur pikërisht fjalën shtyllë, ka dashur të na edukoj me këtë edukim, që besimtari i vërtet, që muslimani i vërtet, përpjekjen e tij fetare nuk e ka përpjekje do si do. Përpjekjen e tij fetare nuk e ka përpjekje thjesht sipas shijes ose sipas preferencave, do thotë, të prejardhjeve kështu me radhë. Përpjekjen e tij e ka në bazë të një renditje, në bazë të diçka që quhet themele, diçka që quhen shtylla, diçka që quhen, do thotë, pjesë më vitale të fetarisë kështu me radhë. Kështu që në ndërtimin e fetarisë dhe në përpjekjen për t'ju përgjigjur kësaj të vërtetë, që ekzistenca jonë është që të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, që ne jemi krijuar për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala, që domethënia më themelore e fesë Allahu subhanahu wa taala është pikërisht adhurimi, atëherë kjo konkretizohet. Kjo merr kuptimin e plotë. Kjo vën tek domethënia më stabile e saj, kur e pranojmë dhe besojmë bindshëm që jemi krijuar, jemi në ekzistencë, jemi për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala me namaz. Nëse nuk e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me namaz,
ndonë se namazi nuk është i vetmi adhurim, sikurse në këtë varg ligjëratash do t'i shtjellojmë një muri adhurimesh me të cilat robi përpiqet për t'ju afruar Allahu subhanahu wa taala, megjithatë shtylla, piknisja dhe pikë referimi më madhor i adhurimit është thot namazi për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam me një hadith të cilin e shënon Imam Ahmedi, e që Sheikh Shuaib e vlerëson hadithin për Hasan, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam teksa është përmendur në pranitë e tij, sikurse e përmend Abdullah ibn Amri, është përmendur namazin në pranitë e tij në kuptimin që ka ekzistuar një dëshirë që të flitet për namazin në pranitë e tij për të marrë pastaj deklaratat e tij, prononcimet e tij sallallahu alaihi wasallam kështu me radhë. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam teksa është përmendur namazi ka thënë namazi për robin, namazi për besimtarin në ditën e gjykimit do të jetë dritë, argument dhe do të jetë shpëtim. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam teksa i ka përzier këto shprehje për ta përshkruar namazin, i ka përzier pikërisht për ta përmbledhur gjithë ngjarjen e namazit. Namazi është dritë, është argument dhe është shpëtim. Është dritë me cilën e ndriçon robi jetën e tij, është dritë me cilën robi e ndriçon varrin e tij, është dritë me cilën robi e ndriçon amshimin e tij, është dritë që i duhet më së shumti atë ditë kur do del para Allahu subhanahu wa taala, në atë ditë të vështirë, po edhe është argument. Është argument për vërtetimin e islamit të tij. Është argument për vërtetimin e një mendësisë së përpjekjes së tij. Është argument se ai kishte për një mend me Zotin. Është argument se ai kishte për një mend dëshirën për të shpëtuar tek Allahu subhanahu wa taala. Është argument i përgjigjes së tij të thirrjes për shpëtim. Është argument për gjithë fart që tregon se fetaria e tij nuk ishte fjalë goje, po ishte një përpjekje e vërtetë që dëshironte dhe mëtonte të afrojë Allahu subhanahu wa taala. Po është edhe do thotë shpëtim. Shpëtim në jetë nga shumë vese, shpëtim në jetë nga shumë dukuri negative, shpëtim në jetë nga çdo devijim, shpëtim në jetë nga çdo gjë që të lajthi dhe të largon nga Allahu subhanahu wa taala, sikurse është shpëtimi më i madh, shpëtimi i amshimit, shpëtimi i jetës së pafundme dhe të pasosshme, ku robi do të shpëtoj nga zjarmi i xhenemit, do të fitoj xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. E gjithë kjo arrihet me këtë dritë, me këtë argument dhe me këtë shpëtim që feja jonë goj plot e qua namaz. Namazi nuk guxon të shihet si një xhobë. Namazi nuk guxon të shihet si një borxh që lypet shlyer. Nuk guxon namazi të shikohet si një detyrë për cilës ne do të duhej sa më shpejt të liroheshim, sa më shpejt ta kryenim për të liruar. Në të vërtetë ne teksa e falim namazin dhe teksa vendosim të bëhemi njerëz që i përkushtohemi Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet këtij adhurimi. Teksa këtë adhurim e kemi pjesë të fetarisë tonë dhe pjesë të hartës së prioriteteve të jetës tonë, le ta shoqërojmë këtë namaz jo vetëm do të thotë me këtë emër, namazi ose falja, po edhe do të thotë drita, argumenti edhe shpëtimi ynë do të thotë në jetë. Nëse analizojmë qëllimin e fetarisë, njerëzit pse adhurojnë Zotin, ose pse njerëzit janë fetar, ose pse njerëzit do të thotë kanë përkushtim fetar. A e kanë përkushtimin fetar njerëzit në jetë vetëm si një ide e përmbushjes për ndryshuar në mënyrën e të jetuarit, apo e kanë një motiv tjetër? Pikërisht është motivi që i realizon janë motivet që realizohen nëpërmjet namazit. Nëse e ke një fetari të vërtet, nëse e ke një fetari të domethënëse, nëse e ke një fetari me kuptime të plota, atëherë kjo fetari synon të fitoj dritën. Kjo fetari synon të fitoj argumentet e vërtetimit të denjësisë së tij, sikurse kjo fetari synon të fitoj shpëtimin. Këto të trijat i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam po na tregon që arrihen nëpërmjet namazit, nëpërmjet adhurimit më themelor, më bazik, më fundamental të fesë së Allahu subhanahu wa taala. Dhe jo vetëm dritë, dhe jo vetëm do të thotë argument dhe shpëtim, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë edhe epitete të tjera për të na edukuar se si duhet ta shohim namazin, se si duhet ta lexojmë namazin, se si duhet ta çmojmë atë, se si duhet t'i japim epitetet dhe virtytet më të larta të një vlere të cilën Allah na ka begatuar, duke na obliguar mbi 7 këqij. E shënon Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Albani vlerëson se hadithi është sahih për Abu Hurairës, se Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë gjë e parë për cilën robi do të merret në llogarinë në ditën e gjykimit, gjë e parë për cilën robi do të merret në llogarinë në ditën e gjykimit do të jetë namazi i tij. Nëse ai është i rregullt, ai ka shpëtuar dhe ka fituar. Keni vëmendjen. Nëse ai është i rregullt, ai ka shpëtuar dhe ai ka fituar. Në jetë, jo vetëm në jetën fetare, por në jetë në përgjithësi, fjala shpëtim dhe fjala fitim
është ajo që njerëzit i shoqëron më së shumti në jetë, në kuptimin që njerëzit përpiqen dhe mundohen dhe janë në kërkim të fitimeve për të mbarështuar jetën e tyre, po janë edhe në kërkim të mirëqenies për t'ju shmangur frikave, saktësisht synojnë dhe shpresojnë që të shpëtojnë nga rreziqet, nga të këqijat, nga të ligat, nga sëmundjet e kështu me radhë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na e potencon këtë fakt, nëse namazi është i rregullt, ai ka shpëtuar dhe ai ka fituar. Nëse në hadithin e parë na tha që namazi është drita, është argumenti dhe është shpëtimi, këtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na jep edhe një epitet tjetër, fitimi. Do thotë një rob i cili e ka fituar dritën, pastaj e ka fituar argumentin, pastaj e ka fituar shpëtimin, i ka ngelur edhe, do thotë, përveç se që ka shpëtuar, ai edhe ka fituar shumë. Ka fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, ka fituar afërsinë me Allahun e Madhërisht, ka fituar premtimet e Allahut te bareke wa taala. E nëse nuk e ka në rregull, ai ka humbur dhe ai ka dështuar. Dhe humbja dhe dështimi është një prej frikave më të mëdha në jetë, mirë po i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sikurse na siguron që humbja dhe dështimi nuk janë ngjarje atij i cili i përkushtohet Allahu subhanahu wa taala me faljen e namazit. Ndaj ndoshta pyetja më bazike që të duhet të zbërthente pikërisht këto epitete të sapo përmendura, se si i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë epitete namazit, do duhet ishte pikërisht kjo pyetje. Do duhet ishte pikërisht kjo çështje, pse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur dritë, e ka quajtur argument, e ka quajtur shpëtim, e ka quajtur do thotë fitim namazin, sepse namazi ndër vëllezër dhe motra është rregullatori më i madh i jetës. Namazi është rregullatori më i madh i jetës dhe prandaj llogaria e mëtejshme në ditën e gjykimit pikërisht varet në bazë të suksesit në këtë adhurim. Pikërisht nëse ne dalim mirë me këtë adhurim në ditën e gjykimit, sepse kjo është piknisja, atëherë e pritshme është që dalim mirë me adhurimet e tjera, sepse namazi është rregullatori më i madh i jetës dhe shpirtërore së besimtarit. Ndaj Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an, thot namazi me të vërtetë ndalon nga të shëmtuarat dhe ndalon nga të ligat. Sikurse Allah subhanahu wa taala na jep domethënie e cila është shumë themelore në fetari. Domethënia e pastrimit dhe e çiltërimit. Ne e falim namazin dhe i përkushtojmë Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet këtij adhurimi, jo thjesht për të kryer obligimin, jo thjesht për të kryer një detyrë në vargun e detyrave që i kemi prej Allahu subhanahu wa taala. Ne e bëjmë këtë edhe për të arritur frytshmërinë dhe rezultatin e këtij adhurimi, e që prej frytshmërive që Allahu subhanahu wa taala po na përmend, që namazi të largon nga të shëmtuarat, nga veprat e shëmtuara, veprat e paturpësisë, po edhe nga veprat e liga në përgjithësi. Përse nëse ne lirohemi nga vesët dhe nga ligësitë, me lenin Allahu subhanahu wa taala formohemi si njerëz, formohemi si besimtar, formohemi si antar të shëndosh të shoqërisë dhe rrjedhimisht jemi më të dobishëm për tjerët, jemi më të dobishëm për vetveten, jemi më të dobishëm për, do të thotë, për rrethin ton, për familjet e tona e kështu me radhë. Ndaj namazi është çështja më themelore dhe piknisja e adhurimit të Allahut subhanahu wa taala, pikërisht se përbën rregullatorin më të madh të fetarisë. Ndaj dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër për të treguar konceptin e pastrimit dhe të dëlirësimit të çiltërimit që ofron namazi, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i drejtohet shokëve të vet në formë pyetje, i thotë sikurse është Imam Ahmedi dhe Imam Buhariu Muslimi prej Ebu Hurerës, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, ç'mendoni nëse dikush prej jush do të kishte pasur para shtëpisë së vet, para do të thotë banesës së tij, do kishte pasur një lum në cilin do të lahej 5 herë në ditë, cilin do të pastrohej 5 herë në ditë. Ato t'i ngelte atij ndonjë papastërti, ato t'i ngelte atij ndonjë ndytësi. Ata gjithsesi, ashtu sikur se është e logjikshme, ishin përgjigjur që jo i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Se dikush ishte pasuruar tek një lum përpara shtëpisë së tij ka shpesh, do të ishte shumë i pastër. Pastaj dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kësaj është shembulli 5 namazeve ditore, Allahu subhanahu wa taala me to i shlyen mëkatet. Sigurisht shlyerja e mëkateve na jepet në këtë hadith si domethënie e synueshme. Do thotë ne në jetë nuk duhet asnjësi ta mendojmë vetveten të tillë që adhurimin e kemi vetëm për ndërtim, adhurimin e kemi vetëm për shpërblim, adhurimin e kemi vetëm për të fituar grada dhe për të fituar, do thotë, vlera tek Allahu subhanahu wa taala. Adhurimin e kemi edhe për pastrim. Adhurimin e kemi edhe për të dëlirsuar nga mbetjet dhe nga pasojat e mëkateve tona dhe nga vetë mëkatet e tona, të cilat do thotë nuk janë lënë pa u regjistruar, nuk janë lënë do thotë në harres,
po për cilat do të merremi në llogarinë se Allahu subhanahu wa taala nuk na i fal. Ndaj dur Allahu sallallahu alaihi wasallam na edukon, e që pikërisht ky edukim profetik na duhet edhe në këtë muaj të bekuar, na shënon Imam Ahmedi, Imam Muslimi nga Buhari, dur Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pas namazet ditore, xumaja deri në xumë dhe Ramazani deri në Ramazan i shlyejnë mëkatet ndërmjet tyre. Do të thotë namazet ndërmjet namazeve, xumaja ndërmjet xumave dhe Ramazani ndërmjet Ramazanit i shlyejnë mëkatet nëse robi do të thotë i shmanget mëkateve të mëdha. Kuptimin që ne duhet të kemi një fetari të shëndosh, ne duhet të kemi një vetdije stabile fetare, ne duhet të kemi një përcaktim të shëndosh që në parim, ne i shmangim mëkateve të mëdha dhe i kryejmë obligimet. Ndërmjet këtyre veprave, njeriu megjithatë është gabimtar. Ndërmjet këtyre veprave, megjithatë njeriu mund të ketë ndonjë shkarje dhe ndonjë gabim. Dhe lëshimet e tij, gabimet e tij, mëkatet e tij, mirëpo në të cilat nuk bëhet fjalë për mëkate të mëdha, janë të shlyeshme, janë të largueshme, janë të falshme në saj të përkushtimit ndaj adhurimit për Allahun subhanahu wa taala, saktësisht kush i fal pas kohët e namazit, sikurse kush e fal namazin e xumas dhe kush e agjeron Ramazanin, këtë pjesën e mëkateve të vogla, këtë pjesën e mëkateve të ndërmjet këtyre kohëve, i dur Allahu sallallahu alaihi wasallam po premton se do të ketë falje të madhe për Allahut subhanahu wa taala. Ndaj e shohim Muslimin nga Humrani se ka dëgjuar të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, saktësisht e ka dëgjuar Uthmanin, ai e ka dëgjuar të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke thënë që askush nuk merr abdes. Askush nuk është që e përkryen abdesin, vetëse pasi që të ketë marrë abdes për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe këtë abdes ta ketë bërë me përkushtim dhe jo shkeleshko. E pastaj të ketë falur namaz, të ketë falur namazin që ka pasur në radhë për ta falur, vetëse i falen mëkatet që janë ndërmjet tij dhe namazit që vjen pas. Do të thonë një abdes me përkushtim, një abdes me, do të thotë, ashtu sikur se duhet dhe namazi i falur përbëjnë falje të mëkateve të mëparshme. Kështu që cila do hamendje që neve na dërgon tek një përcaktim që po do të adhurojmë Allahun mirë po jo me namaz. Ajo hamendje duhet flakur. Ajo hamendje duhet menjënuar sepse bien ndesh me krejt këtë gamë të domethënieve bazike të fesë Allahut subhanahu wa taala. Kështu që themeli i adhurimit është namazi. Themeli i adhurimit është namazi. Po është për të përgëzuar gjithkush i cili fjala vije ka një përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet lëmoshës, e ka një përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet mirësjelljes ndaj të tjerëve, e ka një përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet lutjes dhe përmendjes së Zotit, mirëpo ai duhet do e mos të reflektojë që themeli i adhurimit është namazi dhe të vendos shumë që ta fal namazin për hir të Allahut subhanahu wa taala, të besatohet me Zotin fuqiplot që do ta fal për herë derisa të takojë Allahun subhanahu wa taala, të ketë beslidhjen më të madhe në jetë çështjen e namazit dhe në asnjë rast dhe në asnjë çmim, do në asnjë rrethon të mos e ketë, do thot namazin të diskutueshëm, të mos e ketë namazin diçka të lëvizshëm, të mos e ketë namazin diçka të shtyeshëm. Në të vërtetë të jetë pika më themelore e nisjes drejt Allahut, pika më bazike e përcaktimit për Allahun, sikurse të jetë pika më e palëvizshme në përpjekjen për t'u ofruar Allahut subhanahu wa taala. Dhe krejt kjo domethënie dhe krejt kjo thirrje ka kuptimin e plot nga që namazi në hartën e fetarisë, namazi në hartën më të ngushtë të fetarisë në rastin konkret të adhurimit, përbën konceptin e jetës, përbën konceptin e absolutësisë të së ndërtimit. Do të thonë asgjë dhe askush dhe në asnjë formë nuk merr besimtari trajtën e plotë të tij vetëm nëpërmjet namazit. Kështu i dur Allah sallallahu alaihi wasallam, një hadith që e shënon Imam Ahmedi nga Zeid ibn Khalid al-Juhani, Allah sallallahu alaihi wasallam, hadithin Sheikh Shuaib e vlerëson për hadith sahih, Allah sallallahu alaihi wasallam thotë mos i shndroni shtëpitë tuaja në varreza, faluni në to. Mos i shndroni shtëpitë juaja në varreza, faluni në to. E kam konsiderat që fjala varrez dhe shtëpi, sikur duken të largëta, si është e mundur shtëpia të shndrohet në varr? Si është e mundur që shtëpi të shndrohen në varreza? Në të vërtetë kjo është e mundshme. Do thotë koncepti i varreza është koncept e vdekje. Emri i varrit na konsiston në ftohtësi. Emri i varrit na konsiston në diçka të pajetë. Dhe jo pak shtëpi janë të pajeta, jo pak shtëpi janë të pagjallëri, jo pak shtëpia janë që i karakterizon ftohtësia dhe mungesa e lumturisë. I dur Allah sallallahu alaihi wasallam gjendjen e ftohtë, gjendjen e keqe,
Gjendjen e pagjallërisë dhe gjendjen e pajetë të varrezave po e krahason me një shtëpi ku nuk falet namazi. Për që një shtëpi ku nuk falet namazi, realisht është një shtëpi që i mungon shpirti më themelor i jetës. Një shtëpi në cilën nuk falet dhe nuk madhrohet namazi, i mungon drita më e madhe, i mungon argumenti më i madh, i mungon shpëtimi më i madh dhe fitimi më i madh. Sado që do të kenë arritur diçka tjetër, sado që do të kenë fituar diçka tjetër, në të vërtetë u mungon do të thotë pjesa më themelore e jetës dhe kjo me vetë do të thotë deklaratën dhe dëshminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na porosit që falun në shtëpi. Imagjinoni kjo porosia e ruajt Allahu sallallahu alaihi wasallam sikur se do ta vim re tutje edhe në argumentin e radhës, ka të bëjë me mos faljen e namazit në tërësi në xhami, në kuptimin që le të kemi një pjesë namazit ta falim në shtëpi, që të mos i shndrojmë shtëpitë tona në varreza, sepse tek varrezat nuk falet namazi. Për dispozitave të fetarisë është që varrezat nuk janë vende për të falur, dhe kur ne e braktisim namazin sikur jemi pajtuar të trajtojmë shtëpitë tona sikurse do të thotë varrezat. Ndaj shumë shtëpitë tona janë të palumtura, janë të papërmbushura dhe është e rëndësishme që të reflektojmë dhe të rregullojmë këtë raport dhe këtë gjendje nëpërmjet reflektimit tonë tek çështja e namazit. Sa falet namazi në shtëpi, sa madhrohet namazi në shtëpi, sa flitet për namazin në shtëpi, sa dëgjojmë për namazin, sa lexojmë për namazin, sa e bashkëbisedojmë mes veten namazin, sa e këshillojmë njëri tjetrin për namazin, sa e alarmojmë situatën e lënies së namazit dhe sa e madhrojmë çështjen e përkushtimit ndaj Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet namazit. Ndaj dur Allah sallallahu alaihi wasallam në hadith që është Imam Ahmedi dhe Imam Muslimi nga Xhabiri radhiyallahu anhu, dur Allah sallallahu alaihi wasallam thotë kur kush për jush e fa namazin e tij në xhami, kur dikush për jush është i përkushtuar për të falur namazin me xhamat, saktësisht në xhami, thotë le të lënë një pjesë të namazit për ta falur në shtëpi. Le të lënë një pjesë të namazit për ta falur në shtëpi. E pastaj dur Allah sallallahu alaihi wasallam këtë e shpjegon që thotë sepse Allah do të vendos mirësi në shtëpinë e tij në varësi të namazit që ka lënë në shtëpi për ta falur. Allahu do të vendos mirësi në shtëpinë e tij në varësi të do të thotë për shkak të namazit të tij. Kështu që ana mungon neve shpesh mirësia, ana mungon shpesh xhairi në shtëpi. Pikërisht është kjo që do të thotë kemi një përgjigje ndoshta jo aq të guximshme për t'ju përgjigjur, domethënë sa falemi ne në shtëpi, sa kemi namaz në shtëpi, sa e përshkron dhe sa e përshkruan dhe sa e karakterizon shtëpinë tonë, do thotë namazi, përkushtimi jon ndaj namazit dhe gjallëria e shtëpisë nëpërmjet namazit. Allahu sallallahu alaihi wasallam po porosit njerëzit që falen në xhamia, që megjithatë le të falen fjalabie nafilet, le të falen në shtëpi. Për arsye se varësisht i namazit të falur në shtëpi, Allahu subhanahu wa taala do të shlojë, do thotë bereqet, do të shlojë mirësi, do të shlojë hajër do thotë në atë shtëpi. Dhe nëse kjo bëhet fjalë për shtëpitë tona, nëse kjo bën fjalë për objektet e tona në të cilat ne jetojmë, si mund të jetë do thotë fetaria jon pa namaz? Nëse shtëpia u qua ka dhe u krahasua ka me varrezat nëse nuk ka namaz në to. Dhe nëse shtëpia u mbush ka me mirësi në saj të namazit, sa të boshatisur mund të jemi dhe sa i ngjajmë shembujve të pajetë. Nëse kemi fetari ndoshta me përkushtime të ndryshme, po akoma s'kemi vendosur për ta falur namazin, akoma s'kemi vendosur që të jemi të vendimtar dhe në përcaktimet e tona, të jemi të palëkundshëm në kthimin ton dhe të jemi të palëvizshëm në këtë vërtet madhe që themeli i fetarisë, themeli i adhurimit, themeli i devotshmërisë është falja e namazit, përkushtimi ndaj Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet namazit. Ndaj shumë familje të cilët ankohen ose të cilët kanë kaluar në një përditshmëri ku jo vetëm që nuk ekziston përmbushje dhe lumturi, mirë po ekzistojnë probleme, ekzistojnë parahati, ekzistojnë situata të pashpjegueshme të një ftoftësie, ekzistojnë situata të pashpjegueshme të mungesës së bereqetit e kështu me radhë. Pikërisht në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është një përgjigje e madhe. Nëse dëshironi të zgjidhni këto probleme, nëse mendoni që dëshironi të jepni jetë familjeve tuaja, dëshironi të jepni gjallëni shtëpive tuaja, pikërisht dur Allah sallallahu alajhi wasallam po na porosit, mos i lëni shtëpitë tuaja dhe mos i shndroni ato në varreza, po falemi me to. Kështu që ngjallnoni shtëpitë juaja me namaz, ngjallnoni bashkëshorësitë e juaja me namaz, ngjallnoni prindërimin e juaj me namaz, ngjallnoni atmosferën e shtëpisë me namaz, sepse padyshim, sikurse po thot i dërguar Allah sallallahu alajhi wasallam, një pjesë e hajrit, një pjesë e mirësisë do të vijë në shtëpi pikërisht shkaku që një pjesë të namazit
ju e keni vë në planin dhe në orarin e juaj që ta falni në shtëpitë e juaj. Dhe nëse ky është efekti për shtëpinë, si do të duhet të ishte efekti për shpirtin, si do të duhet të ishte efekti për shpirtërorën, si do të duhet të ishte efekti për karakterin e robit, si do të ishte efekti për parimet me të cilat ne do të jetonim. Padyshim se nëse namazi jep jetë objekti të pashpyrt, atëherë njeriu me shpirt, gjallësës me shpirt, do të jep edhe më shumë vlerë, do të jep edhe më shumë mirësi, do të jep edhe më shumë formim, do ta shndroj atë në një krijesë të përkryer, do ta gdhend karakterin e tij, do të skalit në zemrën e tij shumë domethënie bazike dhe shumë morale të larta dhe rrjedhimisht do të kompletohet do thotë ngjarja e tij e fetarisë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe nëse namazi është zgjidhje për shtëpitë tona, dhe nëse namazi është zgjidhje për realitetin e shtëpive tona, atëherë namazi është edhe zgjidhje për problemin më të madh, problemin e shpëtimit të amshimit. Si do të mund të shpëtonim në ditën e gjykimit? Si do të mund të fitonim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe të largoheshim nga idhrimi i tij, gjithsesi të mos na prekte ndëshkimi dhe dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Pikërisht nëse ky namaz e ndreq shtëpinë, e ndreq njeriu, e ndreq edhe amshimin e tij. Ndaj, dikush e kishte pyetur të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin e shënon Imam Ahmedi dhe Muslimi nga Thaubani, i kishte thënë të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar Allahut, më tregon një punë, më tregon një vepër, më tregon një përkushtim që do ta bëj e që do ta fitoj xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, që do ta bëj dhe do të fitoj, do thotë shpërblimin më të madh që është xheneti i Allahut subhanahu wa taala. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë, angazhohu të bësh sa më shumë sejdë për Allahun. Angazhohu të bësh sa më shumë sejdë për Allahun. Do thotë falu sa më shumë për Allahun subhanahu wa taala. Sepse nuk bën ti asnjë sejdë për Allahun vetëm si rezultati i kësaj sejdë, si rezultati i këtij namazi, si rezultati i këtij adhurimi, thotë Allahu do të ngrej ty në një shkallë të lartë dhe do të falë një mëkat. Allahu do të ngrej një shkallë të lartë dhe do të falë një mëkat. Sa sejdë janë brenda ditës, sa sejdë janë brenda natës, sa sejdë janë brenda javës, brenda muajit, brenda vitit, po dhe sa sejdë mund të jenë brenda jetës së tërë, në cilën ne kemi falur namazin. Kështu që namazi, ndër vëllezër dhe motra, është rasti vetëm i përuljes dhe i rënjes për dhe në cilën ekziston ngritja më e madhe. Bijem dhe përulemi, mirë po ngritemi. Ngritemi tek Allahu subhanahu wa taala. Marrim vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Ngritemi tek drejtat e xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Ngritemi tek shpërblimet e Allahut të madhëruar. Ngritemi tek vlerat e shpirtit. Ngritemi tek përjetimi shpirtëror. Kto janë përuljet dhe për rënjet për dhe që na ngrisin në gradat dhe në shkallat më të larta dhe na çojnë tek shpërblimet më të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Aq më tepër që besoj do duhet të ishte pyetja themelore, pse është ngritje, ose pse sejdja të ngrit, ose pse kjo përulje për Allahut subhanahu wa taala të ngrit. Përgjigjja besoj është një hadith të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilin e shënon Imam Bazari dhe Sheikh vlerëson hadithin si sahih nga Abdullah ibn Mesudi, se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, robi më së afërmi me Allahun. Robi më së afërmi me Allahun është kur robi është në sejdë. Më së afërmi me Allahun është kur ai është në sejdë. Kështu që ekziston një ngritje sepse ekziston një afërsi. Dhe ekziston një afërsi sepse je në ngjarje ngritje. Do thotë namazi është ngritje dhe është afërsi. Është ngritje për t'u afruar Allahut dhe për fituar gradimet e Allahut subhanahu wa taala, dhe është afërsi mes robit dhe Zotit e tij. Është shanca më e lartë, shanca më e veçantë, mundësia më e mirë dhe më unike për të qenë afër Allahut subhanahu wa taala. Ndaj, me që është namazi ngritje dhe me që namazi është do thotë një ngritje e veçantë që Allahu subhanahu wa taala e jep robërve dhe një mundësi e madhe për afërsi, atëherë ajo që është më e natyrshme është ta falim namazin me qef. Ta falim namazin me kënaqësi, ta falim namazin me një ndjenjë përmbushje, sepse është themeli i adhurimit, është themeli i përpjekjes për t'u afruar Allahu subhanahu wa taala. E Imam Ahmedi u Davudi është një hadith që shënon që Sheikh Albani vlerëson për hadith sahih, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam teksa dëshironte të falej me shoqërinë e tij, teksa dëshironte të falej me miqtë e tij dhe me rrethin e tij, e ftonte Bilalin që ishte muezini i tij dhe i thoshte, o Bilal, thirrë ikametin dhe na bëj që të rahatohemi me namaz. Në kuptimin që bëje thirrjen që të rahatohemi me namaz. Do thotë rahatohet me namaz ai i cili ka të qartë që namazi është dritë.
Rahatohet me namaz ai i cili ka të qartë se namazi është argument i shpëtimit dhe i vërtetimit të Islamit. Rahatohet me namaz ai i cili kupton se namazi është shpëtim. Rahatohet me namaz ai i cili kupton se namazi është fitim. Rahatohet me namaz ai i cili e di që namazi është ngritje. Rahatohet me namaz ai i cili e di që është afërsi me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që besoj që në përmbyllje të kësaj ligjërate më e duhura, më e mira dhe më e sinqerta nga gjithsesi prej nesh është që në këto momente teksa po e ndëgjojmë këtë ligjëratë dhe po përfundon të ripërtrim beslidhjen tonë me Allahun subhanahu wa taala, të ripërtrim lidhjen dhe besatimin tonë me Allahun subhanahu wa taala për t'ju përkushtuar namazet, për ta falur atë ashtu sikur se kërkon Allahu i Madhreshëm dhe për të mos u zmbrapsur dhe për të mos u epur asnjëherë në përpjekje për ta përkryer namazin dhe për ta pasur pikërisht themelin më të themelt, për ta pasur themelin më vital, më të shëndosh, e që është themeli i adhurimit për Allahun subhanahu wa taala. Lutem Allahun subhanahu wa taala të na bëjë adhurues të denj, të sinqert dhe të përkushtuar dhe të na i pranoj adhurimet dhe të na befasoj me shpërblimet e tij në ditën e gjykimit. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.